51.1%. Kush po e sfidon Kurtin në gjithë këto vite, askush nuk e sfidoi. Kush e pengon Kurtin që ta zbatojë asociacionin nga fillimi në fund? Në bazë të gjendjes së tashme. Kush e pengon? PDK? Jo, jo. AK? Jo. Kush e pengon? Jo, nuk është që Kush problemi? Jo, nuk është që pengesat e këtu mirë, po e pengon vetvetja e pengon. Këtu është raporti problematik që e ka me vetveten, sepse ajo që është vretur në mënyrë të vazhdueshme nëse nuk ka tash nevojë këtë, sepse ajo që ka ndodhur një herë, shihet qartë që Albin Kurti lufton mas të madhe që zbatimin e çdo detyrimi apo obligimi që e ka fillimisht i paraprit nga fitoria e narracionit të brendshëm elektoral. Dhe këtu në këtë pikë ende ka sfida, do të thotë edhe këto krizat brendshme kemi diskutuar shpesh, edhe këto krizat brendshme politike janë të lidhura me këtë temë. Madje ka edhe spekulime. Ka spekulime, nuk mund ta them me përgjithësi të plotë, mirë, pa ajo që kam lexuar edhe në media ka spekulime që njëra prej arsyeve pse kanë lindur mosmarrëveshjet me familjen Jashari për kandidimin e njërit prej përfaqësuesve të tyre si president konsensual kanë të bëjnë pikërisht me temën e bashkësisë komunave, të cilat të njëjtit nuk janë pajtuar që ta kenë këtë rol. Do të rolin e presidentit në një kohë kur ekzistonte frika se kapitali simbolik dhe heroik i asaj familje do të përdorej për ta neutralizuar kritikën e brendshme politike dhe publike në raport me zbatimin e këtij detyrimi. Sjellje thuajse gati e ngjashme dhe identike me mënyrën se si ka vepruar. Pra janë sjelljet në kaluarën, që na qartësojnë mënyrën se si të sillet edhe në të ardhmen. Sjellje se si ka vepruar me fatin e të pagjetur. Ne e dimë qëndrimin e refuzues të Kurtit, se si Kosova as nuk guxon të shkojë në negociata pa zbardhjen e fatit të pagjeturve, pa rikthimin e trupave të tyre në Kosovë. Ky duhet të jetë kusht i domosdoshëm për çdo hap tjetër dhe me të ardhurën në pushtet veprimi i parë që e ka bërë ka emëruar në atë pozitë djalin e Ukshin Hotit, i cili pashtë nuk dihet